Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se u ritakuam sërish në Window Radio në emisionin Horizont. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio në Gjermani. Urej për të gjithë që të keni patur një fundjavë sa më të këndshme dhe të ketë qenë një fundjavë sa më relaksuese për ju, dhe pse jemi në kohë dimri, ka borë nga Gjermania, nga vendet nordike, shi nga Shqipëria, Kosova, po edhe borë edhe andej, shpresoj që të jeni mirë dhe të keni kaluar mirë dhe mos keni patur probleme me të ftoftin me borën, sidomos Shqipëria që ka shumë probleme me përmbytjet dhe me të ftoftin atje. Urojmë dhe shpresojmë që të normalizohet situata dhe mos të keni probleme në familje apo në të ardhmit tuaj. Ndjes për lapsus. Unë duhet të falenderoj sonde edhe vëllezërit Dobraj, Radio Minatori, të cilët jemi së bashku në transmetim, sepse me Radio Minatorin dhe me vëllezërit Dobraj, sidomos me moderatorin e shkëlqyer Ilir Dobraj, ne kemi bërë një marrëveshje që do jemi së bashku në transmetimet tona, pra kur Radio Minatori ka emisionet e veta, do jetë edhe në Window Radio, po ashtu anasjetas edhe ne tek Radio Minatori. Pra respekte për gjithë stafin e Radio Minatorit, për dëgjuesit e Radio Minatorit, dhe shpresojmë që do jetë një emision i këndshëm dhe një bashkëpunim i suksesshëm për të gjithë ne. Atëherë, të nderuar miq, ju e dini dhe ku mund të na ndiqni për vetëm rrjetit social Facebook. Unë do ta rikujtoj edhe për të gjithë dëgjuesit e rinj që janë pranë valve tona. Window Radio mund të ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de. Aty jemi 24/7 me muzikë të përzgjedhur nga tekniku jon dhe DJ Bledi. Po këtu në website mund të lexoni dhe informacionin dhe lajmin e fundit nga fusha të ndryshme, showbiz, sport, fusha sociale, politik, etj. Window Radio ndiqet edhe përmes platformave ndërkombëtare, Radio Box, si dhe në TuneIn, si dhe ndiqemi edhe në platformën e radiove shqiptare, Radio Shqip, ku është platforma më e madhe e radiove shqiptare. Të gjithë ju mund të shkarkoni njërin nga këto aplikacione dhe aty jemi live non-stop. Po ashtu mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe ne jemi me emisionin live aktualisht. Po ashtu në Facebook zyrtar të radios windowradio.de është faqja Facebookut zyrtare, ku aty jemi edhe me këtë emision live. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin sonda apo kanë dëshirë të ndjekin nesër, ne jemi në ritransmetim nesër në orën 13, pra vetëm në radio, jo në faqen e Facebookut. Pra radion e gjeni duke patur parasysh këto aplikacione, website-i, Google, etj. Po ashtu, emisioni është i regjistruar nesër në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio hapësirë.de. Aty është emisioni i sondëm do jetë nesër, po aty gjeni dhe emisionet e kaluara të Horizont. Këto janë disa nga mundësitë që ju mund të na ndiqni. Sonde kam një emision të veçantë që vazhdimisht kam patur kërkesa nga ju të nderuar dëgjues që të kem një emision ku të trajtojmë tema psikologjike, të kem një psikolog të ftuar dhe të flasim për tema psikologjike, të diskutojmë njëri me tjetrin, dhe duhet ju them të gjithë ju dëgjuesve që do keni dëshirë të telefononi dhe të komunikoni me emisionin ton,
mund ta bëni këtë më vonë, mbas 30-40 minutash. Linja e WhatsAppit do jetë e hapur, ku ju mund të hyni direkt live dhe të komunikoni me të ftuarën që unë kam sonde, dhe numrin e telefonit e keni aty në ekranin e telefonave apo të pajisjeve tuaja. Pra unë e përsëris numrin e telefonit është 0049 17 62 27 57-460, vetëm WhatsApp. Pra nuk kemi Viber, por vetëm WhatsApp. Të gjithë ju dëgjuesve do kërkoja shumisht që të bëni një shpërndarje në faqet tuaja të Facebookut apo në për grupe ku ju jeni antar, dhe të kemi mundësi që të na bashkohen sa më shumë miq dhe sa më shumë dëgjues që të komunikojmë dhe të flasim njëri me tjetrin. Okej. Paka shumë kjo është hyrja, apo këto janë mundësi që ju mund të na ndiqni, dhe unë sonde kam të ftuar një psikologe e cila është mbaruar shkollën mbaruar dhe master për psikologji, e cila ushtron veprimtarinë e saj dhe punën e saj në Tiranë, ku do flasim për temën rrjetet sociale dhe teknologjia, si ndikon tek fëmijët, tek adoleshentët dhe prindrit dhe mësuesit, shkolla apo dhe vetë shoqëria, po themi shoqëria rritur, se si duhet të reagojë apo sa duhet të jenë të kujdesshëm për fëmijët dhe adoleshentët. Atëherë, që unë mos e zgjas shumë, se ju e dini që unë nuk jam shumë i mirë në monolog, unë prezantoj të ftuarën dhe ftoj të ftuarën në bashkëbisedim psikologën Doliana Velia. Zonja Velia, mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje, Leonard, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi në fakt të jem për këtë temë, për një temë që është sa e prekshme, sa aktuale edhe shqetësuese për shumë prindër. Po, për shumë prindër më së shumti, sepse ata janë personat apo ata janë faktori që e ndjejnë më shumë rezultatin e rrjeteve sociale tek fëmijët e tyre. Pasi fëmijët normalisht që janë në një moshë dhe jo gjithmonë janë të vetëdijshëm për pasojat apo për kohën. Për kohën që është e pamëshirshme dhe normalisht që psikologja e jon sonde, zonja Velia, për një dëgjues që nuk u njeh apo që nuk ka patur mundësi t'ju ndjek apo të di diçka për backgroundin tuaj, nëse nuk e ke bezimin fjalë një prezantim, ta bësh ti vetë të shkurtër që edhe dëgjuesit ta kuptojnë kush është psikologja. Patjetër, me kënaqësi. Unë jam Doliana Velia, kam studiuar për psikologji këshillimi, masterin dhe psikologji bachelor plus marrëdhënie me publikun, komunikim, por që sigurisht e kam gjetur veten dhe jap kontributin tim në fushën e psikologjisë dhe në shërbimet sociale të Bashkisë Tiranë, po ashtu. Domethënë, trajtojmë kategori të ndryshme në qendrat komunitare që janë në qytetin e Tiranës, dhe sigurisht që fusha e psikologjisë prek një gamë të gjerë kategorish, të cilët kanë nevojë dhe shpresojmë që ne të bëjmë më të mirën, absolutisht ne përpiqemi, por padyshim që nevoja është e madhe, ekspertiza gjithmonë edhe duhet jetë në rritje dhe ne duhet jemi gjithmonë në rritje profesionale, qoftë me trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, sepse duhet kuptojmë që dhe mundësitë në Shqipëri, qoftë në aspektin e trajnimeve, vazhdojnë të kenë, si të thuash, të lënë për të dëshiruar. Kështu që sa mirë që sot gjendemi në një kohë që na jepet mundësia për të lëvizur jashtë vendit, për të trajnuar, për mos të lënë seminare pa ndjekur, për të bërë më të mirën aty ku ne mundemi. Shiko, tash me qenë se ti e ushtron ndjes për mënyrën e komunikimit të tij, por do bëj një bashkëbisedim shumë miqësor dhe shumë të thjeshtë,
pa këto konturat ju, zonja, zonjushe, zotëriu. Unë jam zonjush dhe ti mund të më drejtohesh me ti, jo me ju. Okej. Për një bisedë sa më të afërt dhe jo formale. E morën vesh të gjithë dëgjuesit që psikologën e kemi zonjush. Nuk ishte ky qëllimi. Okej, se Mendoj se është thyer si tabu deri diku. Dua të jem realiste që në vitet 2013-14, kur unë isha studente, ka qenë më e theksuar, flitej më pak për psikologun, por duke u futur figura e psikologut në shkolla, në organizata, në institucione, mendoj që është më e prekshme dhe tani absolutisht që e shikoj më evident psikologun dhe në jetët e të rinjve. Unë shikoj pacient të cilët shprehin interesin e tyre për të bërë terapi psikologjike, pavarësisht kësaj, pjesa e zyrave të psikologëve gjithmonë nuk reklamohet. Pra, nuk reklamohet jo pa qëllim që ai person për të ruajtur privatësinë mbi të gjitha dhe të jetë zgjedhja e tij nëse do ta thot apo jo që shkon te psikologu. Por që më besohet që deri diku është thyer. Kur unë kam shkuar si punojëse e re në një qendër komunitare, vendosa të ushtroja profesionin si psikologe këshillimi për prindrit. Dhe e nisa me një skepticizëm dhe jam habitur me faktin se si vetë prindrit e kanë përqafuar këtë shërbim, do ta quaja, dhe se si e kërkonin vetë. Pra nuk ishim më ne ata që bënim një punë sensibilizuese për sa i përket rolit psikologut, po ishin ata të cilët kishin një qasje pozitive ndaj profesionit ton, ndaj shërbimit të psikologut. Më vjen mirë që ju e thoni që është thyer kjo tabu dhe shpresojmë që të thyet kjo tabu kudo, jo vetëm në Tiranë, por edhe në zona tjera rurale apo edhe në, po themi, kudo ku ka shqiptar, në Kosovë, Malzi, Maqedoni të Veriut, kudo me fjalë të thyet kjo tabu, sepse psikologu është personi që e jep këshillën, e jep mendimin, përpiqet që brenda pacientit të gjej zgjidhjen, pra nuk thot asnjëherë atë mendimin e vet, por përpiqet që të gjej zgjidhjen. Ndihmon pacientin për gjej zgjidhjen. Sepse nëse daja, tezja, halla, ku diun, xhaxhaj, motra, vllai, secili thot mendimi im, psikologu përpiqet që të gjejë zgjidhjen brenda pacientit dhe duhet të mos ta kenë tabu të konsultohen me psikolog dhe të afrohen psikologëve. Daja, tezja, halla janë të përfshirë emocionalisht dhe jo gjithmonë ofrojnë atë ndihmësën profesionale. Ofrojnë një mbështetje emocionale, padyshim që po, dhe ku ta gjejmë që të kemi daja dhe halla dëgjues të mirë, por që dhe roli psikologut, unë dua ta vlerësoj ndërhyrjen tënde për sa i përket që faktit që Tirana nuk është Shqipëria dhe kjo është shumë e vërtetë. Pra duhet jemi realist dhe duhet ta themi që realiteti në rrethe apo në zona rurale nuk është ai që na paraqitet ne në Tiranë apo që prekim ne në përditshmëri. Megjithatë, unë dua të vlerësoj faktin që mediat po bëhen më të ndjeshme ndaj temave të ndryshme sociale, psikosociale, kulturore, dhe kjo është shumë ndihmuese duke qenë se mediat kapin masat, patjetër që dhe në ato zona rurale e jep mundësinë që zëri i psikologut, tema të ndryshme të trajtohen, të dëgjohen, edhe pse jo të kemi dhe atë komunikimin ndërveprues mes dëgjuesit dhe profesionistit. Tani, mika ime, do futemi pak në temë që ne kemi publikuar dhe që ne kemi njoftuar për dëgjuesit dhe temën që ne do përpiqemi të trajtojmë sonde, pra temën e fëmijëve dhe të adoleshentëve, se sa ata janë të varur apo sa kanë krijuar varësi nga teknologjia dhe rrjetet sociale. Dhe do doja të filloja me një pyetje: kur duhet të jemi të shqetësuar për një fëmijë apo për një adoleshent që ka krijuar varësi dhe jo thjesht përdorim të zakonshëm? Si mund ta dalloj një prind? Janë disa shenja, janë disa faktorë që na bëjnë ta kuptojmë që një fëmijë apo adoleshent ka krijuar varësi dhe
një nga shenjat e para është në momentin që ti vendos të komunikosh me të, për ta hequr telefonin, dhe ai tregon apo shfaq irritim, ankth, fillon të kundërshtoj, domethënë irritimi është një nga ato shenja që tregon qartasi se fëmia po krijon varësi ndaj telefonit. Po ky është momenti i fundit. Duke qenë se backgroundi im është psikologe këshillimi dhe jo psikologe zhvillimi, e cila merret me fëmijët, më së tepërmi kjo bisede jona sot do të drejtohet prindërve. Që do të thotë, pjesa e varësisë është hapi i fundit. Gjithçka unë mendoj që fillon tek marrëdhënia që krijohet prind-fëmijë. Pra, marrëdhënia e komunikimit. E para ne nuk duhet ta demonizojmë rrjetin social apo këto pajisjet teknologjike. Sot ne jetojmë në një botë që teknologjia është e pamundur të shmanget. Le të marrim rastin e pandemisë kur gjithë fëmijët që nga klasë e parë studionin online dhe mësuesit që nga ai moment filluan të krijonin ata të parët dhe prindrit një varësi nga grupet e WhatsAppit. Pra fëmia merrte detyrat nëpërmjet WhatsAppit. Pra është si puna e sobës. Sobës, nëse ti e çon dorën mbi sobë ti digjesh. Edhe puna e rrjeteve sociale apo teknologjisë, nëse përdoret pa mas, bëhet e dëmshme. Por është e pamundur që ti thuash sot fëmijës mos përdor telefon. Ajo që ne duhet bëjmë është të jemi të kuptueshëm, por jo tolerant, që do thotë duhet të vendosim kufi, duhet jemi të qartë. Fëmia duhet të ketë kohën e tij për të parë një film, ashtu si kemi bërë edhe ne. Në kohën tonë, ne kishim kohën tonë për të parë filmat vizatimor, televizorin. Fëmijët sot e marrin këtë informacion apo këtë lloj zbavitje në këtë lloj forme, në një formë tjetër. Por patjetër që ka nevojë për kufi të qartë nga prindri, sepse çfarë ndodh Leonard? Ne sot përballemi me prindër të lodhur, për të thënë të vërtetën. Prindër të cilët vrapojnë drejt punëve, për të kapur ritmin, për të kapur nevojat e fëmijëve, për t'i plotësuar nevojat e fëmijëve dhe nevojat e veta. Dhe në këtë lloj forme kalojmë në një lloj stili prindërimi që është prindi neglizhent. Dhe mos të habitemi që shpeshherë përballemi me këtë stil prindërimi. Dhe këtu fillon problemi kryesor. Pra, ai fëmijë nuk ka nevojë që ne një ditë të bukur të kujtohemi pasi e kemi lënë për kohë të tëra, pasi është krijuar varësia ndaj telefonit dhe mjeteve të tjera teknologjike, dhe atë ditë ne kujtohemi për t'ia hequr fëmijës. Jo, ajo është një punë e vazhdueshme që prindri duhet jetë vigjilent ndaj fëmijës vet. Pra, sa ai kalon kohë me fëmijën. Kjo është pika kryesore që vendos bazat e marrëdhënies prind-fëmijë. Sa kohë kalon, sa kohë efektive apo cilësore kalon duke patur një komunikim efikas, duke u ndier fëmia i kuptuar nga prindri, duke u ndier i mbështetur, atëherë ky fëmijë i ka gjasat më të pakta për të krijuar varësi ndaj këtyre mediave sociale që sot janë bërë të merri prindërve, për të thënë të vërtetën. Pa diskutim, por ju po thoni komunikimi që është baza, normalisht dhe prindi është ai, si thosh, themeli, aja e rritjes dhe edukimit të një fëmije, dhe ju thatë shumë mirë që duhet koha, jo thjesht koha, por koha cilësore që prindi mund të kalojë me fëmijën dhe komunikimi i prindit me fëmijën. Por nëse ngjelim pak tek pjesa e komunikimit, tash kemi parasysh që po flasim për fëmijë që janë në shkollë dhe për adoleshentë që janë në gjimnaz, pra që janë edhe në shkollë, për prindër që janë në punë, mund të ketë një farë kohë, orari apo një farë përcaktimi që ju mund ta sugjeroni për këta prindër se si mund të ndërtojnë një program fëmijës së tyre apo një marrëdhënie më të mirë në komunikim me fëmijën e tyre, që ta bëjnë pak bisedën më, si thosh, më racionale, më reale, jo thjesht të përgjithshme, më të prekshme, eksakt. Të kuptoj. Lëvizjen pa kushte. Dhe të gjithë kemi mundësi për ta dhënë atë dashuritë e fëmia që ai të ndihet
i mbrojtur. Pra, fëmia na e ka besuar Zoti ne për t'ia prezantuar botën. Dhe shoh shpesh prindër të cilët me të drejtë thonë, po mirë, unë i plotësoj gjithë kushtet fëmijës, unë punoj për këtë fëmijë për t'i plotësuar çdo gjë që ai ka nevojë për t'u veshur. Interesante kjo, shumë interesante kjo. Është vërtet kjo që ti thua. Shpesh prindrit e thonë dhe e bërtasin këtë pjesë. Por duhet kuptojmë faktin që fëmia ka më shumë nevojë për prezencën e prindrit. Dhe pse nuk po ndaloj konkretisht në një recetë, sepse unë mund të them që është mirë të bëjmë këtë, të bëjmë atë, por çdo gjë bëhet në varësi të mundësive të gjithë secilit. Patjetër. Ajo që neve është mirë të kemi parasysh, është që brenda atyre mundësive të komunitetit tonë, ku mund të jemi në një qytet apo në një fshat, unë jam e sigurt që një shkollë ka orën e muzikës, e ka orën e artit, të pikturës, një kor, pra ta drejtojnë fëmijën drejt artit dhe sportit. Pra të gjej mundësinë për të mbushur kohën e këtij fëmije me aktivitete sportive dhe artistike. Kjo do ishte një nga mënyrat përveç kohës që prindri do kaloj me fëmijën. Pa absolutisht që sot është sfidë, edhe menaxhimi vetë kohës është sfidë. Patjetër. Dhe mendoj që gjithmonë nëse më lejon t'jap edhe unë mendimin tim, por pjesa tek e kemi bashkë bisedim. Patjetër. Tek pjesa e menaxhimit apo tek pjesa ose do themi kështu tek pjesa e tekave të fëmijës, sepse edhe ne mos harroj as i prind që edhe ne kemi patur ato tekat tona kur kemi qenë fëmijë me prindërit tanë, kemi patur ato si thosh rrëmujat tona, zhurmat tona, kemi patur dëshirë të gënjejmë për të realizuar tekat tona. Pra, përpiqeni që fëmia të jetë sa më i qetë brenda shtëpisë, mos i ndërpritet fëmia, sepse do të shikoja Doliana edhe në një kënd vështrim tjetër ndoshta, nga që prindrit përpiqen të ndërtojnë luks brenda shtëpisë dhe i thon fëmijës mos prek këtë, mos prek atë, mos u hill divan, mos u hill krevat. Pra, ose ki kujdes kur dalësh jashtë sepse do lagësh, do rrezohesh, do vritesh, ku diun, gjitha këto. Por duke harruar që ai është fëmijë. Duke harruar që ai është fëmijë dhe patjetër, dhe dashje për dashje e ndryll fëmijërinë e fëmijës dhe e bën një fëmijë që të mbyllet, të jetë i gulfatur gjithmonë dhe këtu duhet që mendoj që prindi të bëjë më mirë atë rolin e prindërimit, duke mos se ja ndëshkuar fëmijërinë fëmijës. Duke mos e kufizuar fëmijën për të luajtur, sepse nëse ne kthehemi disa vite më përpara, ndoshta 2-10 vjeçar, ndoshta 2 dekada më parë, ne dim shumë mirë që gjithë dilnim, luanim, bëheshim me balt, kalonim shumë kohë, harronim të hanim bukë, harronim të ktheheshim në shtëpi, ndërkohë fëmijët sot nuk i kanë të gjithë këto mundësi. Dhe sidomos fëmijët në qytet, sot prindrit nuk kanë sigurinë dhe nuk kanë besimin për ta lënë fëmijën të luajë poshtë në pallat. Patjetër. Duke mos luajtur dot poshtë me fëmijët e tjerë në natyrë, në hapësirë. Duke i thënë edhe mos këtë, mos atë në shtëpi, atëherë ai fëmijë kur do ta shijojë fëmijërinë e vet, kur do ta zhvillojë imagjinatën e vet, kur bëhet spektator jetës të tjerëve në mediat sociale. Pra, ngelim tek prindi, sepse normalisht tham pra, ai është prindri është alfa dhe omega, si thonë, është dhe por pse vëmë re, për shembull, sepse shpesh herë vëmë re që thotë unë fëmijës i plotësoj çdo gjë, pra e cek edhe ti në fillim, që i plotësoj çdo gjë, i jap çdo gjë, bëj çdo gjë, a mendon që kjo çdo gjëja po e dëmton më tepër fëmijën, sepse fëmijën do ta mësosh edhe me johën, edhe jo çdo tek apo çdo gjë plotësohet. Pra, se vëmë re prindër që i thot një herë jo, por fëmia qartë që ka të teket e veta, si çdo fëmijë, dhe mbrapa pastaj prindi bën atë hapin mbrapa dhe i ja plotson. Kjo sa ndikon kjo? Dhe fëmia mëson si mënyrë për të arritur gjërat të qarën, të irritimin, të bërtiturën,
dhe bëhet pjesë e karakterit të tij, pra manipulimi i prindrit. Si e manipulon fëmia prindrin? Duke qarë, duke u grindur, duke e marrë me të mira, edhe kjo është një mënyrë, pra prindri, mbi të gjitha ne të rriturit, jo vetëm prindri, se duket sikur ne të rriturit duhet t'ja prezantojmë fëmijës jon si jo dhe pon si po. Në momentin që ne themi jo për diçka, jo se duhet se tham ne, por sepse duhet që ne t'i ofrojmë fëmijës një sër argumentash që ai të veditësohet sepse ne po themi që kjo gjë nuk do bëhet. Pra duhet edhe joja të jetë e shpjegueshme. E argumentuar. Jo thjesht jo. Jo një jo e thatë, kështu jo dhe jo. Po duhet jetë e argumentuar. Që ai ta kuptoj se është në të mirën e vet kjo jo. Pastaj pjesa që ti thua që prindrit shpesh thonë që unë e kam plotësuar gjitha, mendoj që është një nga hapat jo të shëndetshëm drejt rritjes së fëmijës, sepse ne duhet kuptojmë që jeta nuk na mundson të gjitha, nuk na i plotëson të gjitha. Dhe fëmia duhet të mësohet që disa gjëra duhet i arrijë dhe jo t'i plotësohen. Sepse po të kthehemi, ky plotësimi të gjithave çfarë na ka sjell? Na ka sjell një mbushje emocionale. Dhe po të vëmë re, duke qenë se ne e fëmijës ja plotësojmë të gjitha, pastaj themi, po mirë, mua kur më blinte dikush një lodër, unë gëzoja, ky fëmia pse s'gëzon? Po normal që s'gëzon. Sepse ky fëmia nuk e njeh mungesën. Shumë vërtet. Dhe sot kemi fëmijë që ti blen lodra dhe thot, okay, edhe çfarë pastaj se e bleve? Është fat i madh nëse fëmia luan 5 minuta me atë lodrën, se në të kundërt e mund të thotë që ti më merje mua atje, zgjidhja vetën se çfarë doje. Të bëhemi pak edhe më kështu, si thosh të bëjmë pak humor. Ora kur t'ia blesh iPhone-in, çfarë ngelet? Ti blesh më pasaj, që ai të gëzohet. Duhet të pak kujdes edhe dhuratat. Të ndërruar miq, duhet kujdes dhe dhuratat duhet jenë të mençura për fëmijën. Pra edhe lodra duhet të vinë në zhvillim të fëmijës. Duke parë ndoshta edhe moshën, ndoshta edhe moshën e fëmijës, sipas moshës. Po kur është më i vogël i blien disa lodra formuese që e ndihmojnë atë për të zhvilluar dhe për të kuptuar se si funksionon diçka. Librat e kartonit me figura që prezantojnë një prall, e ndihmojnë atë fëmijë prapë për të zhvilluar imagjinatën, për të zhvilluar fjalorin prapë. Jo thjesht të blejmë lodra të thata. Ka të bëjë shumë edhe mënyra se si ne e ofrojmë fëmijën ndaj lodrave. Shumë interesante, shumë e vërtetë. Do të thoja të gjithëve dëgjuesve, ne po bëjmë bashkëbisedimin ton ashtu siç unë kam përgatitur për të bashkëbiseduar me psikologën Doliana Velia, por të gjithë ju miq që keni dëshirë për të pyetur diçka apo për të diskutuar diçka problem tuajin apo të fëmijëve të tuaj, ju mund të telefononi në numrin e WhatsApp-it 0049 17 62 27 57 460 dhe ju mund të prezantoni, mund mos të prezantoni për problemin tuaj, të shkurtër për një problem tuaj me psikologën, ajo me mirë kuptimin e saj kemi rënë dakord që e pranon edhe këtë lloj zgjedhje nga ju. Me shumë kënaqësi, patjetër. Të jam mirënjohës shumë. Dhe doja të ecim pak, nuk e di si e vini re ju apo kush është këndvështrimi juaj. A mendoni që po rritet mosha apo po ka me rritjen e moshës po ka më shumë probleme psikologjike, ndoshta sidomos tek adoleshentët, pikërisht nga këto sjellje apo nga këto rrjetet sociale, teknologjia, sepse vjen një moment që e ke parasysh moshën e adoleshencës që, prindi gjithmonë duhet të jetë prezent, por adoleshenca është një moshë shumë delikate. Patjetër, është moshë delikate sepse fëmia ka një zhvillim të trurit dhe të trupit vet, aq kompleks sa dhe vet nuk e njeh dhe normalisht që kemi atë stadin e famshëm të konfuzionit kundrejt identitetit. Pra është momenti që krijohet identiteti i fëmijës. Dhe për të qenë realist, mosha e pubertetit është ulur dhe problematikat psikosociale po ashtu
vinë në një moshë më të hershme, Leonard. Arsyet janë të shumta, sepse normalisht që ndikon shumë dhe mungesa e kontaktit me natyrën, mungesa e marrëdhënieve sociale. Nuk kemi më fëmijë sot në atë masë që kanë qenë më parë, që të jenë në marrëdhënie me kushërinj, me shok, me komshinj, janë më të tërhequr, janë më të mbyllur. Po, dhe duke qenë se në këtë moshë, pra në këtë fazë. Ndoshta është edhe pjesa që ne investojmë shumë tek pjesa e të ushqyrit të fëmijës, tek pjesa jo ushqimi i shëndetshëm, pra sepse janë fast foodet, janë do ushqimet e gatshme. Pra, që janë dhe më të shishme për ta. Që janë dhe më të shishme për ata, që janë më të rreshtë për ata, edhe këtu ndoshta edhe prindi i jep X lekë shumë si ka më ferë për thotë, merre një suflaqe atje, merre një hamburger atje, apo them pra mendoj që jemi larguar shumë edhe nga pjesa e investimit të hanë drekën apo darkë së bashku. Që është një ritual shumë i rëndësishëm për familjen, për të krijuar nocionin e familjes, për të krijuar afrimitetin mes njëri tjetrit, dreka së bashku, apo një vakt së bashku. Pra janë disa rregulla, janë disa rituale në familje që fëmijën e ndihmojnë për të krijuar atë sigurinë dhe bazën që jep fëmijës në vetvete që kudo të shkojë, kudo shok të ketë, kudo dhe çfarë problemi mund të hasi në jetë, familja është aty. Është ajo bazë e cila nuk ka diskutim, është e pa lëkundur, si mund të thuash. Por dua të ndalem edhe te pjesa e, duke qenë se ne kemi patur temën sot për mediat sociale, dhe e di shumë mirë që prindrit thonë, ore çaj tërheq kaq shumë këtë fëmijën tim te këto media sociale. Aty ndodh diçka me miratimin që fëmia merr nga mediat sociale. Pra, ai kupton që nëse hedh diçka në rrjetet sociale, do marr like, do marr komente, ky është një lloj miratimi apo mungesë konfirmimi. Eksakt. E cila ndikon drejt për drejt në vetë vlerësimin e fëmijës. Pra në uljen apo vendosjen e vetë vlerësimit. Pra, sot duhet kuptojmë që vetë vlerësimi nuk matet më me notat, me si të thuash, po lavdërime nga prindri apo fjalë të mira nga të afërmit, por matet nga like-et dhe komentet dhe views në rrjetet sociale. Dhe nga njerëz që nuk i njeh, që s'ke kontakt fare. Dhe nga njerëz që nuk i njeh. Por gjëja pozitive është që ne nuk duhet të demoralizohemi dhe duhet kuptojmë që një përqafim i prindrit, më besoni, zvendëson dhe hedh poshtë, shkërmoq çdo gjë të vendosur në rrjetet sociale, çdo mungesë vlerësimi apo çdo çoka tjera, çoka plot. Por kur do ishte ndoshta si thosh një moshë, nëse ka që mund t'ja lejosh fëmijës TikTokun, Instagramin, ku diun, një nga këto rrjete sociale dhe si du të këshillohet një fëmijë, flasim edhe adoleshent, mos ta kesh kuptojnë as dëgjuesit se jo thjesht fëmijë mosha 5 vjeç, 6 vjeç, ku diun, se tani edhe nga këto kemi se çfarë po shohim përmes fëmijës së tyre, ka prindër sa duash që bëjnë lojra nga më të ndryshme për të marrë klikime mami apo babi. Pra e hedhin rrjetet sociale, pra e përdorin fëmijën, e ekspozojnë fëmijën pa e pyetur fëmijën, ose pa e kuptuar se këtij fëmijë i bën dëm. Që këtij fëmijë mund t'i bëjë dëm. Ky fëmijë nuk do jetë gjithmonë fëmijë për shoqërinë, ai do jetë gjithmonë fëmijë për prindin, por jo për shoqërinë. Pra do të mendojmë pak për shoqërinë, do krijoj identitetin e vet. Patjetër, dhe ky që përdoret në këtë lloj mënyre, ky ngel në rrjetet sociale dhe nëse pasesën ndoshta atij do i vi turp nga vetja, do krijoj një konflikt social edhe me prindin që ka bërë këtë lloj sjellje. Pra mendoj që duhet jemi pak të kujdesshëm edhe në këtë pjesë, por okay, kjo ndoshta është një temë tjetër, por shumë mirë që e prek edhe këtë pjesë që prindrit duhet jenë pak më të vetëdijshëm se çfarë hedhin në rrjetet sociale për fëmijët e tyre. Duhet kuptojmë që sot rreziqet i kemi evident, duam apo s'duam, edhe mund të jenë rrjetet sociale janë një nga mënyrat
se si këto rreziqe bëhen edhe më afër nesh. Pra s'kemi pse ne të tregojmë lokacione, fytyra fëmijësh, fëmijët e ekspozuar, nuk ka pse, nuk është e nevojshme gjithmonë edhe kudo. Nuk ka. Pastaj vjen mosha 8-9 vjeç, që këtu fillon. Që këtu fëmia vedisohet për trupin e tij, vedisohet se si duket dhe ka raste që nuk i pëlqejnë fotot. Nuk i pëlqejnë fotot, nuk do që ta hedhësh, absolutisht që prindri duhet ta respektojë. Duhet ta respektojë sepse jo vetëm që nesër mund të bëhet objekt bullizmi ai fëmijë, po boll ajo që shkaktojmë në psikologjinë e tij, në ndjeshmërinë e tij është një lloj si duhet ta kuptojmë që fëmia është individ dhe nuk është pronë e jona, që ne mund të hedhim çfarë të duam ne. Është individ, po krijon dhe ne do ta ndihmojmë të krijojë personalitetin e vet. Dhe nëse ne hedhim një foto të tij pa miratimin e tij, pa dëshirën e tij, atëherë si po edukojmë ne këtë fëmijë që nesër kur t'i hidhen foto të reagoj. Nuk reagon ai fëmijë dot, ai nuk di ta mbrojë veten, sepse i është bërë nga vetë prindri i tij që është njeriu më i afërt. Patjetër po. Kjo është ajo që sinqerisht krijon vërtet shumë problem, sepse prindi gjithmonë e ka fëmijë, por ky fëmijë nesër i rritur është individ, është pjesë e komunitetit të shoqërisë dhe ai si po thua ti, ai mund të bëhet i mbyllur, mund të bëhet i dhunshëm, mund të reagojë pra shumë keq në një situatë, ndoshta që mund të zgjidhet me shumë pak komunikim apo nuk ka nevojë të reagosh. Pse? Sepse ja ka ndërtuar prindi që herët që e ka përdorur apo se ka pyet. Po mirë, sa duhet të komunikohet me fëmijën pikërisht për këto, për foton apo për sjelljen apo për pasqyrimin e tij në rrjetet sociale të prindve? Thot fëmijët, Leonard, kanë informacion më shumë se vetë prindrit. Dhe pa tjetër që duhet komunikohet dhe duhet që fëmijës t'i kthejnë përgjigje për çdo pyetje që bën. Pavarësisht se shpesh pyetjet që ata bëjnë mund të jenë të sikletshme për ne, dhe këtu është momenti që ne si të rritur të lexojmë ndoshta, të edukohemi, të kuptojmë që kemi përballë një fëmijë i cili ka një kapacitet të caktuar për të bërë një pyetje dhe se sa ta gjej përgjigjen e asaj pyetjes në mënyra të tjera, është më mirë që ne të ulemi dhe të kalojmë kohë duke komunikuar me fëmijën dhe duke i dhënë një përgjigje për të cilën ai ka nevojë dhe po vjen dhe po na pyet. Ne duhet jemi shumë të lumtur kur fëmia pyet ne, sepse në momentin që ai haset me ato shprehje tipike të prindërve shqiptar, ndoshta jo të brezit tim, po pak më të rritur që këto nuk janë për ty, ti je i vogël, prit të rritesh, përderisa ai po e bën atë pyetje, do të thotë që ai ka nevojë për ta ditur. Mënyra se si duhet t'ia shpjegojmë, pastaj varet nga ne dhe këtu ne duhet të thellohemi. Duhet kuptojmë që përplasje mes brezash ka gjithmonë. Por tani është momenti që ne si të rritur të investohemi te vetja jonë për të gjetur mënyrat më efikase për të komunikuar me fëmijën. Se sot fëmijët thash janë të jashtëzakonshëm. Pra edhe më përpara kanë patur zhvillimin, por sot ata janë më të ekspozuar ndaj informacionit. Jo, normalisht, sepse çdo brez ka evolim dhe zhvillimin e vet, sepse kështu është zhvilluar bota, brez pas brezi. Dhe sot është i bum. Sot fëmia lind me një bum informacioni. Pra sepse dhe patë parasysh që në shtatzani, në fakt që kur është embrion, rritet me një bum informacioni, sepse pavarësisht që është thënë dikur apo shumë prindër edhe sot e thonë që jo po gruaja shtatzon, jo po embrioni, jo po fëmia. Është sot, pra është shkencërisht që çdo informacion që merr nëna apo çdo trishtim apo çdo gjendje emocionale që ka nëna përcillet tek fëmia. Pra fëmia lind me një bum informacioni sot. Dhe me një bum emocionesh, patjetër, që kalojnë nga prindri, nga nëna kryesisht. Prandaj ne themi që tani mund të duket shumë e tepërt për shumë që na dëgjojnë, që themi që kur nëna është shtatzan, normalisht që i flet fëmijës, pra krijon një komunikim me fëmijën, vendos pak muzikë. Pse? Sepse ai i merr sinjalet.
Ne mendojmë që fëmia nuk mban mend, fëmia nuk kupton, por në fakt gjithë ato përkthehen emocione të cilat krijojnë temperamentin e fëmijës. Patjetër, nuk diskutohet. Dhe Pavarësisht se fëmia është si punë e brumit, që pastaj brumi është temperamenti, si thua, është elastik, është varet domethënë nga temperamenti i fëmijës, se sa mundësi të jep për të punuar, por ideja është që jemi ne ata që japim formë këtij temperamenti dhe krijojmë karakterin e fëmijës. Dhe nuk ka më mirë kur fëmia e mëson që të respektoj veten, po të bëhet qefi edhe ndonjëherë kur fëmia rebelohet, se do të thotë që në një lloj forme di ta kërkoj të drejtën për vete. Pra jo gjithmonë rebelimi i fëmijës është negativ, por hajde ulemi dhe flasim. Pra kjo është mënyra, domethënë ne gjithmonë themi adoleshenca dhe fëmiria në filtrin e dashurisë dhe komunikimit sjell një individ, një qytetar të mirë dhe të lumtur për veten e vet dhe për shoqërinë. Patjetër. Me që jemi pikërisht të kjo temë, dhe doja pyesja sepse paktën brezi jon apo një prind që brezim, po themi mbi 40 vjeçar. Apo kemi dëgjuar dhe prindrit tanë që themi është fëmijë nuk qanë, është si qinj i but, ose është shumë rebel, shumë i mbrapsh, s'la dy gur bashkë, ku që kemi dhe këto shprehje në shqiptarët. Dhe do doja, do më që ti je psikologe këshilluese, por do më që edhe këshilla jote vlen tek prindi. Kur do të prindi, a duhet prindi të shqetësohet, apo si duhet ta shoh prindi fëmijën e vet, sjelljen e fëmijës së vet, për flasim kur janë të vegjël, për të kuptuar se ndoshta ky fëmijë mund të ketë një problem autizmi apo një problem të sindromeve të ndryshme. Pra, si duhet ta shoh prindi fëmijën? A duhet ta shoh thjesht si rebel apo si qinj, apo duhet të ketë një njohje të kësaj ndërmjetësmërs? Pyetja jote, Leonard, në fakt është aq sa e rëndësishme edhe komplekse. Patjetër, sepse edhe unë pata pak të vështirë që të ndërtoja të plot atë që doja ta thoja me fjalë. Jo, e kuptoj shumë mirë, por gjithsesi në momentin që fëmia ndërvepron me prindrin që i vogël. Pra, ne e dim shumë mirë që fëmia dhe prindri krijojnë një komunikim jo kur fëmia fillon të flasë. Por sigur është i vogël në ato muajt e parë, me ato buzëqeshjet e para, me përgëdheli, me këngë, sa reagon fëmia me shikim, pra janë mënyra nga më të ndryshmet që na bën ne të kuptojmë. Megjithatë këtu nuk ka receta dhe unë nuk dua, sepse mund të kemi prindër të rinj të cilët na dëgjojnë dhe mund ta kenë fëmijën 8 muajsh, 10 muajsh dhe shikon që mund të jetë pak pasiv. Kjo nuk është përfundimtare, por asnjëherë nuk është keq që në moshën 1 vjeç, në momentin që ti vëre diçka tek fëmia që mund të mos pëlqej, nuk është absolutisht momenti për të trembur, por është momenti pse jo që ne ta konsultojmë me një neuropediatër, me një pediatër, me një psikolog zhvillimi dhe s'ka asgjë. Pra, është shumë mirë, ne duhet kuptojmë që një diagnostikim i shpejt thjesht na ndihmon. Në ndihmon që në momentin që ne mund të kemi një problem të caktuar, qoftë edhe në pjesën e të folurës. Pra, logopedi e bën fëmijën që të ketë një artikulim më të shpejtë apo më të mirë. Por nuk është gjithmonë, si të thuash, e prerë me thikë që nëse fëmia ka këtë reagim, atëherë është pikë. Patjetër. Nuk ka receta, sepse fëmia është unik. E di, fjala është Leonard, të gjithë psikologët e kuptojnë. Të këshilla që ne mund t'japim për të tilla sjellje të prindërve. A kupton se normalisht recetë nuk japim dot dhe nuk diskutohet ajo, sepse fëmia është unik, çdo prind është i veçantë në prindërimin e vet, fëmia është i veçantë në sjelljen e vet, nuk mund të ngjajë njëri tjetrit. Shënia njerëzore në të vetën është unike. Patjetër. Por ajo që ne duhet bëjmë si prindër që kur fëmia është i vogël është ndërveprimi me të. Pra jo t'ja lëm para një tableti, një telefoni apo një televizori dhe ai thjesht bëhet përsëritës apo të mos ketë mundësi, se çfarë është komunikimi në vetvete, është proces, është si thua si punë e muskulit, që nëse ne e zhvillojmë,
nëse ne e ushtrojmë, ai do të zhvillohet. Ashtu është edhe kjo pjesë të fëmia. Pra, shumë e rëndësishme që të kemi ndërveprim, të reagojmë, të buzëqeshim me fëmijën, të flasim fëmijës. Pra, duhet kuptojmë dhe pjesën 6 deri në 8 muaj që fëmia kalon ankthin e humbjes, përjeton ankthin e humbjes. Kur fëmia është 8 muajsh dhe nëna ikën nga dhoma, është shumë e rëndësishme që gjithkohës të jetë evidente, të jetë prezente dhe me zërin e saj, që nga dhoma tjetër të thotë jam këtu. Mami është këtu, erdha. Shumë interesante. E kupton? Sepse është fiks mosha 8 muajsh që fëmia përjeton ankthin e humbjes. Pra ai ka ndjesinë që më lanë, më braktisën. Shumë interesante. Shumë interesante. Unë nuk jam psikologe zhvillimi, por Po është vërtet bota e fëmijës është si një pus i pafund për të zbuluar në të. Sepse janë momentet kur krijohet karakteri i individit. Pra aty hidhen bazat për të cilat ne punojmë më vonë dhe ne psikologët e këshillimit, pavarësisht që mund na vi një i rritur dhe sjell një problematik, ne shpeshherë kthehemi në të shkuarën, kthehemi në të kaluarën e vet, në fëmijërinë e vet. Zbulojmë trauma të ndryshme që mund të ketë përjetuar, mund të ketë kaluar në fëmijëri. Jo, po, secili prej nesh e ka të fëmijën brenda vetes dhe duhet të kthesh tek ai fëmia që ke brenda vetes për të kuptuar problemin, postramën nga vjen, sepse çdo pasojë ka një shkak dhe duhet të merret të kuptohet shkaku, jo thjesht të diskutohet pasoja, mendoj. Të gjejmë gjenezën, të gjejmë rrënjët e problemit se nga vjen. Shumë mirë. Miq, mos hezitoni, mund të telefononi tek numri që është i shkruar aty në ekran, pra unë e përsëri 0029 1762 275 460, vetëm WhatsApp, dhe nëse keni pra një pyetje apo një diskutim të shkurtër me psikologën, ne do përpiqemi që t'ju kalojmë live, kështu që mos hezitoni. U shpërndam pak në bisedë, por do kthehem sërish tek një pyetje që u përpoqja ta bëja në fillim dhe kaluam pastaj tek pjesa tjetër e fëmijëve apo bebave. Do të flasja për rrjetet sociale, Instagrami, TikToku, Facebooku, gjitha më radh. Kur do ishte, si thosh, më rekomandueshmja për moshën e fëmijës apo të adoleshentëve të kishin qasje në rrjetet sociale, dhe si duhet jetë ai komunikimi i prindit, prezenca e prindit për t'i treguar rrjetet social, sa duhet jetë i kontrolluar, si duhet jetë i kontrolluar, pra ku diun, të ke diçka ti, një mendim që mund të na thuash? Tani, për mua do t'ishte mirë që t'ishte mosha mbi 16, por e di shumë mirë që kjo është shumë pak e mundë. Këtë harroje. Pikërisht, këtë do të thoja. Kam vëre, me sa kam parë, me sa kam lexuar, që Instagrami thuhet që mund të hapin kur janë mbi 13 vjeç, është e lejueshme. Megjithatë, kjo është diçka prapë që mënyra më e mirë se si prindi mund ta kontrollojë dhe në momentin që fëmia mund të ketë akses në një rrjet social në moshë më të vogël, tani ka plot aplikacione të cilat na japin mundësinë që të kontrollojmë fëmijën se ku hyn, çfarë shikon, çfarë me kë flet, shumë e rëndësishme. Prandaj them që mosha mbi 16, sepse një rrjet social Instagram u hap, po nuk është kaq, sepse aty është një botë pafund dhe fëmia mund të jetë i ekspozuar në komunikim me shumë njerëz të panjohur që ne nuk e dim se kush janë dhe çfarë rrezik mund të. Që mund të bëjnë dëm. Patjetër. Absolutisht. Por prap rrotullohemi dhe më vjen keq se më duket ndonjëherë sikur prindrit që mund na dëgjojnë mund të thonë që po mirë, ne e pas kemi të gjithë fajin, absolutisht jo. Ne nuk po flasim për prindër të cilët kanë faje, sepse nuk ka prind që nuk do të bëjë më të mirën për fëmijën, por po flasim për mënyrën se si mund ta përmirësojmë atë profesion të përjetshëm që është prindërimi. Dhe mënyra më e mirë është që t'i flasim fëmijës dhe ta vetëdijsojmë pse nuk duhet bëhet diçka.
pra që ai ta kuptoj dhe jo t'japi urdhra. Shiko, sa ndikon tek adoleshentët tani, sidomos duke patur parasysh rrjetet sociale, filtrat, pra shumë mundësi pafund që ka aty në rrjetet sociale. Modelet. Dhe sa ndikon tek, po themi, ndikimi psikologjik tek përsosjat ose tek perfeksionizmi që duan të bëjnë, të arrijnë, të pëlqejnë veten, se pëlqejnë veten, pra si ndikon kjo? Absolutisht që ndikon uljen e vetë vlerësimit të fëmijës. Vetë rrjetet sociale, vetë këto filtra që ofrojnë një realitet që nuk i përqaset, nuk i ofrohet realitetit ku ne jetojmë, pra krijojnë dy botë ndryshme, pra bota reale dhe bota virtuale, që le të themi të vërtetën është shumë larg asaj çka ne mundemi, sepse normalisht që filtrat të bëjnë perfekt, dhe fëmia aty pastaj fillon të bëjë, adoleshenti fillon të konfuzohet për trupin e vet, se si duket, se sa i pëlqyer është për të tjerët. Dhe këtu pastaj fillon ajo lufta e madhe që të gjithë duan të emitojnë të gjithë, që duan të bëhen pjesë e grupeve, të ngjajnë atyre që bëhen model, që pëlqejnë më tepër nga grupet e tyre, nga moshatarët e tyre, dhe normalisht që këtu e thellon konfuzionin e një adoleshenti. Gjithë këto modele që jo gjithmonë mundemi që ne. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ne të rriturit të themi fëmijës që vlerësimi është për atë që ne jemi këtu, edhe për te rrjeteve sociale. Pra nuk qëndron tek ajo çka duket, por tek ajo çka je. Por që i ka konfuzuar jashtëzakonisht shumë adoleshentët, kjo është faktike. Shiko, ne po flasim... Dhe i ka thelluar në një botë larg asaj të prekshmes. Po dëshitim. Ne po flasim rrjetet sociale, media sociale. Ora, Doliana, po media tradicionale, televizioni. Duke pasur parasysh vjesht mëngjes ndër televizorin, kronikë zez politik. Në drek kronikë zez politik. Mbasdite telenovela plot. Darka, kronikë zez, politik, debat. Edhe emisione që nuk janë për fëmijët fare. Emisione që janë fare për fëmijët. Kemi pasaj këto reality show, Big Brother, ku diun që janë gjitha këto, pra media tradicionale, si po ndikon? Unë mendoj që media tradicionale po e humbë çdo ditë dukshmërinë e vet, sidomos tek të rinjt dhe adoleshentët, sepse janë këto mediat e tjera që e kanë servirur informacionin më të shkurtër edhe më të shpejt, dhe fatkeqësisht sot mediat tradicionale ndiqen vetëm për ndonjë reality show, si ti e përmende më parë, që nuk është fare e shëndetshme dhe nuk paraqiten fare modele të duhura për fëmijë dhe adoleshent. Duke filluar që nga fjalori i përdorur, që nga shembujt e dhënë, që nga situata të ndryshme që mund të jenë edhe të dhunshme psikologjikisht apo fizikisht ndaj njëri tjetrit, dhe fatkeqësisht fëmia dhe prindrit ulen aty në televizor për mbi 4 orë të tëra dhe e shikojnë. Pra ky është realiteti, që media tradicionale çdo ditë po e humb vlerën e vet. Dhe po e humb pse? Sepse kemi informacion më të përshpejtuar ndaj telefonit, nga telefoni, nga këto mënyrat e tjera, apo sepse ne nuk po gjejmë mënyrat e duhura dhe programet e duhura për t'u qasur tek audienca. Ndoshta, shiko, kjo është komplekse, por mendoj që te kjo e dyta media pothuajse s'po punon fare. Paktën unë nuk e di, mund të ketë shumë pak programe për të rinj, për fëmijë, psikologë të ftuar, aktivitete të ndryshme, ku diun, më duket se ka pak. Ka pak, fatkeqësisht kemi parë emisione për fëmijë, të cilët ftojnë fëmijë dhe shikon disa të rritur të vegjël, disa gra dhe burra të vegjël, të cilët përdorin një terminologji të rriturish. Pra ne nuk shikojmë, nuk na paraqitet më fëmiria, nuk na paraqitet më fëmia i pastër, por na paraqitet një fëmijë i mësuar.
Pra çfarë do të dëgjojë audienca dhe jo çfarë fëmia në vetvete mbart dhe mund të shfaq. Atë cilëtërsinë e vet. Pra janë shumë të kalkuluara dhe programet që bëhen, Leonard, për fëmijët. Qartë, shumë qartë. Duke pas parasysh që ju punonin në Tiranë atje dhe ndoshta keni patur shpeshherë që të vinë pranë jush edhe të rinj, adoleshent. Dhe kush është problemi më i madh që keni has apo që këta adoleshent kanë, që trajtojnë, që duan mbështetje, duan suport? Pra jo thjesht tek ju si Doliana, por po flasim edhe në të përgjithshme, kush është ajo që përshqetëson më shumë adoleshencën shqiptare? Unë shoh një nga problematikat kryesore tek adoleshentët sot është pabarazia. Dhe është për të ardhur keq kur ne shohim fëmijë dhe adoleshentë të cilat sot po rendin drejt materiales. Pra, ai është i detyruar pavarësisht se babai dhe nëna e tij mund të jenë punëtor të thjeshtë dhe e arrin ta përballojnë jetën me ndershmëri në mënyrën më të ndershme të mundshme, më të mirë të mundshme, dhe fëmia dhe adoleshenti vihet para përgjegjësisë nëpërmjet bullizmit nga shokët e shoqet, duke filluar që nga veshja. Pra ndjehet një lloj pabarazie qoftë edhe në aspektin material të fëmijës. Ata nuk vinë ta shprehin kështu, ata shprehin duke u ndjerë të bullizuar. Pra thonë që unë ndihem i bullizuar nga shokët e shoqet dhe nëse vazhdon thellohesh në bisedë, ti kupton që kjo gjë vjen për shkak kryesisht të aspektit material. Dhe mendoj që këto është i gjithë faj është i të rriturve. Pra duke patur parasysh që është pjesa që nëse një prind ka mundësi të jap, po themi 10 euro, se po flas me euro, me qemi në diaspor. Nëse një prind ka mundësi të jap 10 euro fëmijës vet dhe një tjetër ndoshta s'ka mundësi t'ia jap as 2 euro, ky prindi që ka mundësi të jap 10, të jap më pak atje të shkolla, sepse ky fëmijë i këtij është komunitet me fëmijët e tjerë, me nxënësit e tjerë, dhe mos të bëhet shembull që fëmia im ka sa të doj e ky tjetri ndoshta s'ka edhe për të bler një byrek apo diçka atje, dhe pra të jemi të kujdesshëm edhe në ato, ndoshta se çfarë ne i japim fëmijës, çfarë ofron fëmijës tënd. Fëmijës tënd mund t'i ofrosh në privatësi çfarë duash pastaj, apo por te shkolla ose tek pjesa që ai ka shoqërinë e vet, komunitetin e vet, të jenë pak të kujdesshëm, sepse krijon ndoshta është një nga faktorët e kësaj gjendje, kësaj situate. Si mendon? Po, mendoj që kjo patjetër që po, por mbi të gjitha mendoj që kjo pjesë, pra pjesa e bullizimit për shkak të materiales i ka rrënjët më thellë akoma dhe kryesisht tek fëmia sot, adoleshentët sot të ndjer vetëm. Pra ai është i ekspozuar ndaj kësaj ndjesie, sepse në fakt është materiali ajo që e përmbush dhe jo prezenca e njerëzve. Pra ne jetojmë, domethënë mund të jemi mes njerëzve, por shpirtërisht ndihemi vetëm. Dhe prandaj them që dhe këto problematika kryesisht nuk vijnë nga fëmijë që janë të përmbushur, që kanë prezencën e të rriturit, prezencën e shokëve dhe shoqeve, por kryesisht vijnë nga fëmijë të cilët ndihen së pari vetëm dhe pastaj janë më të ndjeshëm ndaj këtyre rasteve. Pra duhet kuptojmë që ndonjëherë edhe me ato këshillat tona pak të rrepta, fëmijët mund ta mbyllim në vetvete. Dhe duke u mbyllur në vetvete fillohet bëhet më i ndjeshëm ndaj këtij aspekti, pra aspektit të bullizimit për pjesën materiale. Pra në fakt, gjeneza e problemit është vetmia e fëmijës, mbyllja e fëmijës në vetvete dhe përjeton këto aspekte të tjera. Se një fëmijë i cili është i fortë dhe ndihet i fortë në aspektin emocional, këtu e kam gjithmonë pjesën e forcës emocionale. Nëse ndihet i fortë emocionalisht dhe jo vetëm, dhe ka mundësi ta diskutojë diçka me prindin, nuk i bën fare përshtypje një fjalë për shkak të atleteve firmato. Sepse e di që nuk është aty vlera. Kjo është ideja. Pra ne të nderuar miq, po përpiqemi të flasim, të themi diçka, por duhet të kuptoni që psikologjia nuk është shkencë eksakte dhe ndoshta shpeshherë duket sikur po rrotullohemi rreth të njëjtës gjë,
por gjithmonë mendoj që tek fëmia dhe tek adoleshentët ndikimi i parë është prindi. Pra ajo mos përtoni të komunikoni me fëmijën, me adoleshentin. Ulnu, flisni, dëgjoje më shumë dëgjoje dhe jo direkt ti kthehesh në këshill apo në kritik, mendoj. Kuptoje, përpishu ta dëgjosh me zemër dhe me mendje dhe jo me vesh. Eksakt. Pra ndoshta adoleshenti sot ka më shumë nevojë të dëgjohet. Dhe thjesht si po thua ti me vesh, po të dëgjohet duke ju përqendruar, pra duke u koncentruar çfarë ai po thot dhe ta le të flas jo direkt të kaloj ke kritika apo ke këshilla apo të ajo jo kjo nuk duhet, jo kjo është gabim, si mendon? Çdo gjë fillon dhe mbaron aty ku ne folëm parë, pra dëgjimi aktiv. Sa i rëndësishëm është që ai fëmijë të ndjehet i kuptuar dhe i dëgjuar nga prindri. Në momentin që ai ndjehet i kuptuar, ai mund të flasë me prindrin, çdo problematikë që mund të haset. Në të kundërt, ne do jemi të fundit ata që do ta marrin vesh dhe nuk e di se çfarë mund të ndodhi. Dhe ndodh Leonard, ne dëgjojmë në kronikat zeza fatkeqësisht abuzime me fëmijët. Dhe dëgjojmë që prindri është ai që e merr vesh i fundit. Dhe dëgjojmë që prindri mund të ketë muaj të tërë që ka ndodhur, si ka mundësi që fëmia, sepse ne nuk mund ta kontrollojmë botën. Ne nuk mund t'i kontrollojmë njerëzit të mirë apo më pak të mirë si janë. Ajo që ne mund të bëjmë është të forcojmë rrethin ton familjar, të forcojmë marrëdhëniet tona me fëmijët. Ta bëjmë atë fëmijë që çdo gjë që të ndodhi ai të vijë dhe të ndihet i sigurt për ta thënë. Dhe duke qenë ne dëgjues të mirë dhe jo kritikues të fëmijëve tanë, do të kemi mundësinë të kuptojmë se çfarë ndodh me atë fëmijë. Eksakt. Shumë e vërtetë kjo. Unë jam plotësisht sepse të ndëruar miq, edhe unë në psikologjinë këshilluese kam studiuar dhe kam mbaruar, me fjalë dhe kuptoj edhe mirë fushën, pavarësisht që me Dolianën kuptohemi, por shpresoj të kemi edhe mirë kuptimin tuaj. Ndaj do ju ftoja dhe një herë të gjithë ju që keni dëshirë të jeni pjesëmarrës në bisedë me ne, apo keni një pyetje apo për të diskutuar një problem tuaj me psikologën që është e ftuar, numri i WhatsApp-it është i hapur. 0049 17 62 27 57 460 dhe mund të telefononi dhe ne do jemi live së bashku. Doliana, ne folëm për prindin, për fëmijën, për si duhet fëmia në komunikim me prindin, me njëri tjetër. Shkollat, sa janë duhet jenë përgjegjëse apo sa janë sa mirë po e kryejnë punën e tyre, pra flasim mësuesët, shkolla, komuniteti, psikologët nëpër shkolla, si është gjendja, ose çfarë duhet të ndryshohet apo është bërë mirë në këtë drejtim? Atëre, unë do të thoja që bashkë me modernizimin, bashkë me ecjen e shumë faktorëve në të mirë të shoqërisë, në të mirë të njerëzimit, ka patur dhe aspekte më pak të mira. Dhe një nga aspektet që mua më shqetëson, një nga gjërat që më shqetëson realisht është humbja e autoritetit të mësuesit. Më vjen shumë keq që mësuesi nuk ruan më atë autoritet që ka ruajtur më përpara. Nuk gëzon më respektin e fëmijës si më parë. Sot ne kemi fëmijë të cilët dinë të drejta, po nuk dinë detyrime. Sot ne kemi prindër të cilët shkojnë dhe u kërkojnë llogari mësuesve. Pse fëmia im nuk mori këtë notë? Pse fëmia im nuk performoi, nuk u gjend pjesë e një aktiviteti etj. Pra, shohim një marrëdhënie të ngatruar të trinomit prind-fëmijë mësues. Dhe këtu mendoj që duhet bëhet një punë më e mirë. Të paktën flas për në Shqipëri. Pra, shohim fëmijë të cilët kanë akses nëpër telefona, mësues të cilët ndihen të kërcënuar se mos fëmia i bën video dhe e shpërndan nga do, pra i kërcënohet dhe vendi i punës, dhe prindër të cilët
shkojnë dhe në vend të kërkojnë bashkëpunim që ky fëmijë të përmirësohet, të zhvillohet në aspektin pedagogjik, ndodh kjo pjesë pra që japi rëndësi notave, japi rëndësi pjesës së performancave në për aktivitetet të ndryshme artistike dhe harrojnë të krijojnë atë bazën e piramidës që është marrëdhënia funksionale mes këtyre tre hallkave të zinxhirit. Dhe për momentin në Shqipëri unë këtë vërej si pikë të dobët. E vërtet, po, shiko, psikologët në Shqipëri dua të them që kanë marrë një rol të rëndësishëm, pra janë më të dukshëm në për shkolla, por duhet jemi realist që numri i fëmijëve të një shkolle që një psikolog mundet të mbuloj nuk është në raport të drejtë me atë që duhet jetë. Pra është një numër shumë i madh dhe ka aq shumë dokumentacion sa atij psikologu i bie shumë pak të ketë kontakt të drejtë për drejtë dhe të kuptojë më mirë problematikën që një fëmijë mund të ketë, apo nevojën që një fëmijë mund të ketë për prezencën e psikologut. Pra janë disa gjëra që mendoj se ngelen akoma në aspekt politik bërje në Shqipëri që duhet ndryshojnë. Patjetër, por shiko, duke pas parasysh që fëmia kalon, pra adoleshentët, të kuptojmë edhe nga dëgjuesit, nuk është puna thjesht fëmijët kindergarten apo kopshte, si e themi në Shqip, por po flasim për fëmijët të rritur, pra të fëmijë në shkolla, sidomos në shkolla 8 vjeçare, në gjimnaze, adoleshentët, por duke pasur parasysh që një kohë të mirë të ditës e kalojnë në këto shkolla. Dhe ne po vëmë re që ka shumë abuzime me fëmijët, me adoleshentët, sidomos ose patash përmendim raste, por ka raste nga më të ndryshme që janë edhe shumë të dhimbshme. Dhe vazhdimisht vjet etiketa prindit ose personit që ka bërë aktin apo krimin apo çfarë do shpjegojmë emrin. Dakor. Pra ai që ka bërë aktin dhe krimin, ai duhet marrë dënimin maksimal. Prindi vjet etiketa është pse se ka kontrolluar fëmijën, pse ka lënë fëmijën etj. Shkolla në këtë mes, mësuesët, psikologët duhet të jenë më të përgjegjshëm edhe vetë ata në punën e tyre, sepse në fundit tani politika kjo është, shteti ky është. Përdesa ka njerëz aty që janë aty prezent, marrin rrogën aty. Duhet që mësuesit e psikologët kanë rolin e tyre kyç në edukimin dhe në mbarvajtjen e përditshmërisë së fëmijës, por e di Leonardo si puna e atyre notave që tastet e bardha nuk mund të funksionojnë pa të zeza dhe anasjelltas. Kështu që nuk mundemi t'i vëm gishtin apo t'i vëm fajin dikujt. Është funksionimi i të gjithave. Prandaj them që mësuesit e psikologët duhet kuptojnë që janë aty dhe kalojnë ndoshta më shumë kohë se vetë prindri me fëmijën. Sepse janë 6 orë. Por nga ana tjetër dhe prindri nuk duhet që ta lëri çdo gjë në dorë të mësuesit, por është ajo beso kontrollo. Normal, nuk është. Beso kontrollo, fol, dëgjoj fëmijën, mos e ndërprit që të kuptosh se deri ku arrin. Kjo është e gjitha. Por që unë jam pak skeptike në pjesën e funksionalitetit të institucioneve, arsimore sot. Duke ditur që fëmia po merr pak më shumë terren se ç'duhet marri dhe po ul shumë autoritetin e mësuesit. Dhe nëse prindri është në krahun e mësuesit dhe janë bashkë të dy, ai fëmijë do vetëdijsohet dhe do marrë më të mirën. Po të them. Shiko, sa ndikon, po themi, rrjetet sociale, teknologjia, gjitha bashkë në rritjen e ankthit, vetmbylljes, depresionit tek adoleshentët. Po shtohet ndoshta numri i problemeve apo këtyre shkaqeve, ka lidhje shumë. Është ajo që ne diskutuam më parë, po shtohet jashtëzakonisht shumë dhe po ulet mosha, Leonard. Po vinë fëmijë me ankth në moshën 5 dhe 6 vjeçare. Domethënë kjo është ajo që
Ma i ngot, po thëmë, Kjo është ajo që është më alarmante, sepse sot fëmia 5-6 vjeç, në momenti që ka atë telefonin dorë dhe nuk i jepet mundësia që të zhvillohet duke luajtur, duke krijuar marrëdhënie sociale me fëmijët e tjerë, o duke u vrarë në për rrugë. E kupton, domethënë, edhe sikur të rrëzohet, është pjesë e fëmijërisë. Të gjithë kanë ndodhur që i kanë përjetuar të gjitha ndjesitë. Por ndoshta koha, ndoshta jeta në zonat urbane që është me ritme më të shpejta, prindërve nuk u jep gjithmonë mundësinë të jenë prezent në aktivitete të ndryshme që fëmijët kanë nevojë të bëjnë. Po mënyra më e mirë është ajo që ne folëm më parë, që përtej shkollës fëmia të ketë aktivitete jo kurse vetëm, por aktivitete sportive dhe artistike. Sepse sot dhe kemi dhe një si të thuash paradoks. Pra kemi këta fëmijët që rrinë shumë në media sociale, po kemi dhe disa fëmijë tjerë që prindrit përpiqen që t'i çojnë në për shkolla, në për kurse gjatë gjithë kohës, dhe normalisht fëmia ka shumë pak kohë për kohë argëtuese. Pra një balans e argëtimit dhe shkollimit do ishte gjëja më perfekte. Më duk vërtet shumë trishtuese kur the është ul mosha 5-6. Edhe për ne është shumë trishtuese. Shumë trishtuese, vërtet, me vjerë është qëllimshme. Po, dhe janë prindrit ata që përgjithsisht i bëjnë të ditura tek pediatrit, që fëmia nuk flen natën, fëmia ka ankth, ka raje të shpeshta zemre, fillon të mos ushqehet, fillon të ketë ndjesi të vjellash, dhe gjitha këto janë shenja të ankthit, shenja të pasigurisë. Pra fëmia nuk duron dot sepse mund të ketë qenë prezent kur është ngritur zëri në një moment caktuar. Është evidente. Patjetër, po është vërtet trishtim, e dhimbshme, dhe prindi duhet të bëj shumë kujdes. Pra prindi, shoqëria, të rriturit, jo thjesht si tha të liu disa herë më përpara, nuk është punë vetëm prindit, të themi prindërit, por të rriturit, pra komplet motra, tezet, daja, xhaxhallar, ku diun, mësuesët, gjithë duhet të kenë kujdes në komunikimin me fëmijën, sepse vërtet e dhimbshme që një fëmijë 5-6 vjeç të ketë ankth apo të ketë probleme të tilla, sikur se e tha dhe psikologja. Më vjen një pyetje nga dikush në WhatsApp dhe më thot: respekte Leonard për emisionin, respekte për psikologën dhe po e ndjek me shumë vëmendje. Jam një prind thot që kam 2 fëmijë, më fal sepse po e lexoj live, jam një prind thot që kam 2 fëmijë thot dhe i kam në moshën 12 dhe 6. Dhe doja thot të dija nëse mundet diçka thot psikologja, a bëjmë më shumë dëm në kontroll apo në komunikimin me fëmijët? Pra në kontroll apo në komunikim? A bëjnë më shumë, nuk e kuptova pyetjen. A bëjmë ne prindrit më shumë dëm në kontroll të fëmijës apo në komunikim? Tash kjo është si thosh së pari unë falenderoj dhe përshëndes zonjën apo zotrin, prindin në fjalë që ka 2 fëmijë, ti ketë me jetë. Më e mira do ishte balanca. Pra të kemi komunikim me fëmijën, por ne prindrit bëjmë diçka, ju prindrit. Se unë them ne, se unë kam 2 mbesa të vogla në shtëpinë time dhe faleminderit. Dhe e ndjej veten të tillë, sepse ndonjëherë bëhemi tolerant. Edhe një moment caktuar bëhemi me nerva, pastaj harrojmë që kemi lënë atë fëmijën 4 orë me telefon dhe themi hiqe tani se dua unë. Në fakt, fëmia ka nevojë për rutinë. Dhe ka nevojë për atë jon. Kur ja themi jo, ti shndrojmë deri në fund dhe t'ja argumentojmë. Dhe ka nevojë të mos e gënjejmë. Pra nëse ne fëmijën e gënjejmë, themi sot do shkojmë atje, po na doli diçka dhe e kthyen, okej, ndodh, por mos të bëhet rrugë. Pra, komunikimi dhe kontrolli. Është shumë e bukur si pyetje. Komunikimi duhet të jetë gjithmonë prezent dhe nga komunikimi nuk na vjen asgjë e keqe, ndërsa kontrollin unë do ta quaja më tepër balancën. Balancë dhe rutinë.
pra të ketë rutinë, pra si sot, edhe nesër, edhe pas një jave, fëmia të ketë një orar të caktuar. Jo një ditë e lëm shumë, një ditë ja heqim se jemi ne emocionalisht gjithë nerva dhe nuk duam ne t'ja lëm telefonin, fëmia nuk e kupton atë. Dhe fëmia thot, ç'pati sot mami, edhe babi, dje ma lan telefonin, sot si u erdhi. Kupton? Dhe ne shfaqim te fëmia një destabilitet emocional ne pastaj. Kështu që ne duhet i qëndrojmë një rutinë që vendosim. Dhe duhet jemi shumë të qetë dhe t'i themi telefonin, ti do ta marrësh dhe do bëhet si puna jonë. Ne shkojmë në punë, çfarë na motivon që shkojmë në punë? Rroga na motivon. Për të qenë realist gjithë, për te aspektit emocional që ne ndihemi shumë mirë me punën që bëjmë, po në fund të muajit duam atë rrogën dhe ne i vendosim fëmijës, varet se sa ti mëson, varet sa nota të mira do nxjerrësh, ashtu do të jenë dhe plotësimi i disa dëshirave që ti ke. Shumë bukur. Shumë pra edhe kjo pjesa e shpërblimit tek fëmia, gjithmonë duke e motivuar, pra jo të bëhet në formë dërshkimi, po të bëhet në formë motivimi. Shumë interesante. E vërtet kjo. Por në mënyrë natyrale më lind një pyetje. Dhe do doja Patjetër. Gjithmonë dëshirë kuptomi sepse jemi për dëgjuesin. Të ndërpresësh fëmijës telefonin apo tabletin me fjalë shumë si ka. Të ndërpresësh dhe ti thosh nuk do e përdorësh për një farë kohë, ku diun. Tani kjo si mendon, është pozitive për fëmijën, për adoleshentët, apo e bën më keq situatën? Nuk mendoj se arrim gjë duke ndërprer një ditë bukur pa. Domethënë, është mirë që në fillim të vendosim kufi. Të vendosim kufi të qartë dhe t'i themi që ka një kohë për mësimet, ka një kohë për kohën e lirë, për të luajtur, ka një kohë edhe për telefonin. Sepse duam apo s'duam ne nuk e shkëpusim dot 100% sot fëmijën nga teknologjia. Ta lëm sa më pak, po, jam shumë dakord. Që ta lëm sa më pak, por ta lëm sa më pak duke bërë një marrëveshje, duke komunikuar, duke u marrë vesh, duke ja shpjeguar pse, duke filluar të shpjegojmë që kjo ndikon negativisht edhe në zhvillimin tënd mendor, po të dëmton edhe në shikim, por të dëmton edhe përqendrimin, edhe fokusin, edhe vëmendjen, pra duke bërë një bisedë me të, por që jo t'ja heqësh, sepse ja hoqe ti, po se heqim fëmijët e tjerë. Pra ne jetojmë në këtë botë, duam apo s'duam ne. Ne nuk mund të bëjmë, domethënë, nuk mund të bëjmë jetën e 15 viteve më parë se po mirë, ja që jemi në 2026. Megjithëse këtu jemi përsëri. Për shembull, po gjithmonë flas për adoleshentët, ëh, nuk po flas se sot ka fëmijë që e përdorin, ose janë fare dakord që një fëmijë 4, 5, 6 vjeç t'i japësh telefon dhe ti e the ka të shumë, po kam dëgjuar raste sa duash që e kanë krenari, thot e kanë fëmijën 2 vjeç, thot e hap telefonin, luan, gjen lojra, shkarkon lojra, pra e përdorin, bën foto, pra e përdorin në formë krenarie. Patjetër, e përdorin në formë krenarie dhe pastaj vijnë tek ne psikologët dhe kërkojnë ndihmë psikologjike. More let vinë, more qofse ata kanë lek për të shkuar ke psikologët, le të shkojnë. Se tua krijojmë ne, se tua krijojmë ne këtë problematik. Sepse këta prindër kanë mundësi edhe të rrisin shëndetshëm fëmijën e tyre, kanë mundësi edhe të mësojnë fëmijën se si është jeta pa telefon, kanë mundësi edhe të kenë mundësi të kursejnë, mos të shkojnë të paguajnë tek pediatri, tek psikologu, ku diun, pra ka shumë favore, që favori më rëndësishëm është shëndeti i fëmijës së tyre. Por do doja këtu prindrit, lodhen, punojnë, vinë tek shtëpia në darkë, që është familja bashkë. Dhe fëmia dhomën e vet. Pra fëmia, flasim adoleshent, fëmijë, shumë si ka. Prindi po themi në salon, diku mi fjalë në shtëpi, edhe me telefonin e vet. Tani ky prind sa ndikon në modelin që mund të marrë fëmia? Ky prind dhe ne të gjithë duhet të kuptojmë që fëmia nuk mëson nga ajo që ne i themi, po nga ajo që ne i tregojmë me shembullin ton.
Pra, thuaj gjithë ditën ti fëmijës lexo, nëse ai nuk të shikon ty si prind, nuk të ka parë kur me një libër në dorë, ai s'ka për ta kuptuar sepse duhet lexoj. Ti thuaj gjithë ditës në lëre telefonin, në momentin që ai të shikon me telefon, do jetë vetë fëmia që do të thotë ti më thua mua, po ti çfarë po bën? Pra, veprat janë ato që orientojnë fëmijën më shumë se sa vetë fjala. Nuk mëson fëmia nga fjalët e prind. A edhe ne, po të vësh re, ne mund na kenë thënë shumë fjalë, ama janë veprat ato që na kanë ngelur në mendje nga prindrit tanë. Patjetër. Ka raste që thot po nuk ha, dhe unë nga që ai nuk ha, unë I lë telefonin. Po nuk e kupton që fëmia që të ha, jo fëmia, po çdo njeri, ne në momentin që ne konsumojmë një vakt, është mirë që të vendosim gjithë shqisat në funksion të asaj që po konsumojmë. Nuhatjen, shijimin, të parit, gjithë shka. Në momentin që ne ham duke parë një emision apo duke patur telefonin para, ne e bëjmë në formën më të pavetëdijshme të mundshme atë të ngrënë, atë konsumim vakt. E harron edhe çfarë po bën? Absolutisht. Ne kemi përfunduar dhe pa e marrë vesh fare. Kështu që është mirë që mos t'ia lëmë fëmijës telefon, mos ta mësojmë atë rutinë, se ndonjëherë ne disa rutina ja mësojmë vetë fëmijës se përtojmë, jemi të lodhur. Unë e di që sot jeta është e lodhshme, por nuk është më e lodhshme se e prindërve tanë. Dhe për këtë nuk besoj se më kundërshton njeri. Patjetër që ne mund të jemi të ekspozuar më tepër ndaj stresit, por edhe prindërit tanë s'kan patur më pak halle, se kanë patur shtëpi familje të mëdha, familje tradicionale, kanë patur brenda vjerri, kanë pritur, kanë përcjell miq, vinin nga puna, vazhdonin prap punën në shtëpi. Me shumë, kanë qenë edhe me më shumë të fëmijë, se sot 1-2 bëjnë, po në kohën e prindërve tanë lindnin më shumë. Kështu që, jemi të lodhur, por mos ta justifikojmë veten kaq thjesht. Po, e kanë gjetë mënyrë justifikimi, me fjalë, është jeta lodhur, jemi të stresuar, etj, por duroj dot edhe po jap telefon. Shumë mirë që ti e ceke këtë pjesë. Por doja një gjë tjetër. Për shembull, kemi dëgjuar prindër që I thot fëmijës, për shembull, ti e ke këtë, ty të përcakton kushtet, ti ke gjitha kushtet. Unë si kam patur, më ka munguar kjo, më ka munguar ajo, e shet ty s'të mungon asgjë. Pra, ky lloj komunikimi apo ky lloj krahasimi sa ndikon tek të rinj, tek adoleshentët, tek fëmijët, pra komplet ky zinxhir. Kur e bën krahasimin mes brezit të fëmijëve sotëm dhe brezave të prindërve, për fëmijën është thjesht e pakuptueshme. Do të thotë çfarë po thot? Çfarë të bëj unë se si ka patur dhe çfarë të bëj unë se I kam? Pyetja e parë që fëmia bën. Ndërsa krahasimi mes njëri tjetrit ngelet një nga gabimet që fëmijën e dëmton emocionalisht. E prek në vetbesim, ja ul vetbesimin. Se kjo pjesa ti ke të gjitha, unë s'kam pat asgjë, le të thuhet ndonjëherë për humor, po mos të pretendohet që do kuptohet nga fëmia. Sepse nuk ka asnjë lloj impakti. Fëmia nuk e kupton atë që ti thua, se s'ka jetuar në atë kohë. Përpiqet ta përfituroj një moment, ka një buzëqeshje kështu thon seriozisht, po si kam bërë atëherë, po kaq, nuk është se I bën nuk është se ka ndonjë impakt te fëmia ndërgjegjësues, si të thuash. Nëse bëhet në këtë lloj forme, se përgjithsisht bëhet me ton, bëhet me intonacionin që çka ke ti, çka të mungon ty. Unë s'kam patur asgjë, unë shkoja në shkollë në këmbë, ti po shkon me makinë, krahasime të tilla. Domethënë edhe fëmia thotë, po tani unë ç'a të bëj? Domethënë bëhet thjesht komike për fëmijën edhe nuk arrihet. Nëse prindri në komunikime sipër ja tregon, atëherë fëmia ja tregon në një lloj forme jo për t'i bërë krahasimin e fëmijës me kohën e vet, po për I tregon si copës histori, mi fjalë. Si copës nga kaluara e vet. Edhe fëmia në një moment reflekton dhe thot, po vërtet, sa me fat jemi ne që I kemi këto, edhe duhet I vlerësojmë. A kështu e bën krahasimin. Po nëse I thuhet në një mënyrë me ton, atëherë fëmia bëhet defensiv dhe kthehet në mbrojtje. Patjetër. Sepse është ajo egoja e çdo njeriu që në momentin që I preket egoja do kthehet, do reagoj. Sa jemi të gatshëm ne si shoqëri
po dal pak nga rrjetet sociale. Semi të gatshëm ne si shoqëri që të ndijmë të komunikojmë me adoleshentët, sidomos mbas pubertetit, qoftë djem, qoftë vajza, pra të komunikojnë me babain apo me nënën për problemet e pubertetit që kanë apo për zhvillimin që ata psojnë gjatë kësaj moshe dhe sa i rëndësishëm është komunikimi në këtë moshë pikërisht për këtë ndryshim që adoleshentët kanë në trupin e tyre. Qoftë për ato ëndrrat, për ato dashuriçkat, për ndryshimet që janë normale, që janë mëse normale, pra si duhet të jetë, sa i rëndësishëm është një komunikim në familje. Sa më shumë të ketë biseda të tilla, se ndonjëherë ne e dim shumë mirë që shpesh herë prindrit tanë kanë menduar që duke mos folur për këto tema është mënyra më e mirë, por në fakt nuk është ashtu, sepse mënyra më e mirë është të diskutojnë ata me fëmijët. Kemi një telefonat, po sa ta mbari psikologja atë që po thot dhe do kalojmë direkt në bisedë. Po. Alo? Alo? Po, përshëndetje. Në dëgjon? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Më dëgjoj? Të dëgjojmë shumë mirë. Alo? Të dëgjojmë. Përshëndetje. Dëgjon ti? Ndoshta zonja nuk na dëgjon se ne e dëgjojmë shumë mirë. Ne dëgjojmë shumë mirë. Okej, edhe unë ju dëgjoj. Okej, në rregull, faleminderit. Po fol pas pa folur ti, ne nuk e dim. Të uroj për këtë transmision se ty dhe Leos, shumë interesant. Pak më parë dua të dalë që nga tema e tanishme, sepse pak më parë po dëgjoja kur po flisnit për bebet. Kur bebet rreth 8 muajsh ka nevojë të ndjejnë, domethënë, afërsinë e nënës edhe nga një dhomë në tjetrën. Po. Edhe më lindi një pyetje, edhe doja të dija, nëse ka një teori në psikologji, në bazë të së cilës ka një moshë fikse, sepse nga që mu fiksua ky 8 mujorshi juaj që thatë, a ka një moshë fikse në të cilën fëmia duhet të ndahet nga nëna, domethënë të flejë në një dhomë më vete, sepse nëse është 8 muajsh apo edhe çik ose një çik më shumë, unë nuk e pas kam aplikuar fare, domethënë këtë teorinë. Edhe zonjë së pari të përshëndes dhe të falenderoj që ke qenë kaq e vëmendshme në bisedën tonë. Pse mendon, çfarë të bën të mendosh që nuk e ke aplikuar fare këtë teori? Jo, nuk e kam aplikuar sepse kam fjetur me çunë. Jo se më mendon, jam më së saktë sepse nuk e kam darë nga dhoma, domethënë kam fjetur me të në një dhomë për shumë më shumë se 8 muajsh. Edhe ajo që më lind, pyetja e dytë që më lind, nëse ka një teori për të cilën duhet me patjetër që fëmia të ndahet nga nëna dhe unë nuk e ndava, çaj çaj kam shkaktuar, desha të thosha. E dashur. Pa e dashur. Megjithëse jam Adriana, përshëndetje të gjithëve. Adriana, kënaqësi që flasim, në fakt unë këtë po thoja që në këtë moshë fëmia ndjen ankthin e ndarjes dhe është mirë që mos të jetë i ndarë nga nëna, mos të jetë larg nënës, pra ti e ke bërë më së miri tashimin me fëmijën, duke e patur në dhomë. Shiko, Madjana po pyet, ku është kufiri i moshës që duhet të ndahet? Më thoshën, po ti e marr, akoma e mban çunin në dhomë? Kam domethënë shoqen time të ngushtë që mbas 3 ditësh e ndau e vuri të flej tek dhoma e vet, sepse sipas saj unë flas nga Italia, këtu do rritesh domethënë si tip mamone, bëhesh shumë i ngjitur me nënën, edhe ka domethënë disa nëna që mendonin që nëse e mbanin fëmijën aq shumë me vete në dhomën e vet, ose unë e kam mbajtur proprio në shtratin, mendonin se kur të rritesh domethënë kanë këtë frikën që mund të bëhen fëmijët mund të bëhen shumë të ngjitur me nënën, domethënë që të mos jenë shumë autonom.
po punarë se unë shoh çunin tim edhe pse ka mbajtur më shumë se nuk po e them se do thoni pas ke qenë e marr. Mos u ndje fare e gjykuar dhe ne dua të them këtë që nënat shqiptare duhet ndjen shumë krenare për veten e tyre si nëna, sepse janë heroina dhe fëmijën ta mbash afër kur është i vogël thjesht e ndihmon për të krijuar një atashim sa më të fortë me nënën. Dhe atashimi i jep siguri. Pra e bën fëmijën që të ndihet sa më i sigurt në vetvete kur të rritet. Tani, mirë është që kur fëmia fillon të kuptojë, të ndahet nga dhoma, avash avash, duke ja shpjeguar, pra që ti do kesh dhomën tënde, do kesh hapësirën tënde, mami është këtu afër, për çdo gjë që ti do kesh nevojë, do jetë mami këtu dhe ti do vish, por jo 3 ditë, sepse po më duket pak e tepërt që në ditën e tretë këto nënat e emancipuara italiane lë kanë fëmijën në dhomë vete. Është italiane në fakt, po është italiane, edhe pikërisht këtu kemi pasur gjithmonë se ajo e ka ditur që unë e kam mbajtur gjithmonë me vete, domethënë kemi pasur këto se fëmijët tanë janë rritur bashkë, domethënë kanë shkuar në shkollë bashkë. Edhe e kemi këtë ndryshimin, edhe ndonjëherë më duke vetë ndoshta jam unë ose ndoshta është ajo, por domethënë nga që më thoshte tani kur bëj ndryshimin me çunin e saj, domethënë çuni i saj nuk vjen të flej deri 2 vite më parë nuk flinte në shtëpi tonë, qante donte mamin, kurse çuni im që ishte rritur me mua kur shkonte e flinte në shtëpi të tyre e nuk qante natën se donte mamin. Domethënë ishte krejtë kundërta. Po çuni jot nuk qante sepse çuni jot ishte i sigurt që e kishte mamin. Pikërisht, sepse atashimi ishte krijuar dhe shumë mirë që deri në moshën 3 vjeç. Po, të paktën, po, pikërisht. Pra është shumë mirë që deri në moshën 3 vjeç nëna të jetë prezente më shumë se sa figurat e tjera të fëmijës, sepse është pikërisht ajo moshë që krijohet atashimi dhe jep fëmijës një bazë të mirë sigurie. Ne baballar jashtë loje në moshën 3. Prindi. Të falenderoj Madiana dhe kur ta mbyllësh, mos përto shtypat pullën e kuqe. Shtypat pullën e kuqe kur ta mbyllësh. Falenderoj Madiana. Dashur, ishte shumë kënaqësi që ishte pjesë zonja e emisionit me një ndërhyrje shumë të këndshme, shumë të rëndësishme do ta quaja. Tani na shtjellon edhe pak të pjesë sepse edhe mua më duk interesante pjesa që kërkoi zonja që bëri pyetje, pra kur është periudha më duhur, po themi periudha më normale që fëmia të jetë në dhomën e vet, pra mos jetë me nënën, me prindrit, pra të flejë në një dhomë me çiftin. Kur fëmia fillon të kuptojë, është mirë që t'i shpjegohet, pra çdo veprim që bëhet edhe kur fëmijën neve e ndrojmë, e lajmë, e pastrojmë, i heqim pampersin, është mirë që t'i flasim. Jo më në momentin kur ne e ndajmë dhe e lëmë në një dhomë vete. Kjo duhet vi gradualisht dhe duhet vi në momentin që fëmia fillon të kuptojë dhe fillon të krijojë atë komunikimin, qoftë edhe me tinguj me nënën e vet. Pra gjithmonë do të jetë pas moshës së ankthit të ndarjes. Mosha ankthi i ndarjes është 8 muajsh, 6 deri në 8 muajsh. Pas kësaj moshe, prindri është ai doktori apo psikologu më i mirë që e kupton kur fëmia është gati. Por që fillon dhe bëhet gradualisht. Bëhet gradualisht pas një moshe që fëmia ndjet e ka krijuar atashimin me nënën. Të nderuar miq, kush ka dëshirë. Në dhomën e tij, jo në shtrat, se në shtrat nuk është mirë ta mbajë fëmijën, se nuk i bën mirë as frymarrja e të rriturve, por edhe nuk është i sigurt. Kuptoj. Të nderuar miq, të gjithë që keni dëshirë të hyni në bisedë me ne edhe fare pak do jemi live në emision, pra kush ka dëshirë që ka diçka për të pyetur apo për të diskutuar me psikologën, numri i telefonit është 004 917 622 5740 WhatsApp. Doliana ishi. Leonard, një nga arsyet pse ne ndoshta kemi pak telefonata është edhe sepse numri është shumë i komplikuar. Kështu që duhet kemi një numër më strategjik. Që të mbahet më thjesht. Po ne këtu në Gjermani nuk i zgjellim dot numrat. Shkon atje, thua duhet një numër telefoni, ta jep ai si të vi edhe ashtu të vi. Mirë, nuk e zgjellim dot. Por
Është edhe i shkruar në Facebook, pra në ekranin e pajisjeve që dëgjuesit të ndjekin, ndoshta edhe hezitojnë, por gjithsesi ne i presim. Ishim pak tek komunikimi i adoleshentëve, pra tek ndryshimi që ka në adoleshentët mbas pubertetit, pra sa e rëndësishëm është komunikimi me prindit për ndryshimin që ata pësojnë në trupin e tyre, apo në psikozën e tyre, apo dashurisht, të gjitha të tjera, me fjalë, sa e rëndësishëm është që duhet të komunikoj prindi me adoleshentët, apo duhet mos të ketë tabu çfarë do thotë fëmia, si duhet të jetë marrëdhënia prind adoleshent në këtë pjesë të jetës. Marrëdhënia duhet të jetë shumë e afërt, por duhet të ngelet prind adoleshent. Pse e theksoj këtë? Sepse shpesh dëgjojmë të shprehje të tipit ne jemi si shok, unë vajzën e kam si shoqe. Prindri është prind dhe nuk mund të jetë shok. Sepse prindri është një shkallë më i sigurt se sa shoku dhe shoqja. Prandaj, pra prindi duhet të jetë ai që është aty në çdo situatë, që t'i jep siguri. Kështu është në psikikën e fëmijës, kështu është prindi. Që t'i jep siguri, që u jep përgjigje pyetjeve të ndryshme që fëmia mund të ketë, dhe fatmirësisht sot prindrit po interesohen për të rritur me fëmijën. Çfarë dua të them për të rritur me fëmijën? Janë gjithkohës në interesim për të marrë informacion se si të përballen në një situatë të caktuar me fëmijën. Jo vetëm në adoleshencë, po edhe në mosha më të vogla. Në adoleshencë pastaj bëhet komunikimi pak më i lehtë, sepse ne e dim që nuk e kemi më fëmijën atë beben e vogël që e çojmë në gjuhë me një këngë, por e kemi një individ i cili ka krijuar personalitet, është duke krijuar personalitetin e vet, dhe bisedën do ta bëjmë të tillë, do ta trajtojmë si një individ të rritur, jo më fëmijë. Kuptoj, padyshim. Më falë që për lexoja diçka. Patjetër. Nëse kemi pyetje, me kënaqësi mund t'i diskutojmë. Jo, unë thash me fjalë që nuk do merrem shumë me pyetjet apo me komentet e Facebookut, sepse duke patur parasysh në sonde patëm menduar që të jetë linja e bisedës hapur pra përmes telefonatës, dhe dëgjuesit ndoshta do ishte më mirë të komunikonin direkt, sepse të lexoj thjesht një pyetje dhe t'jap ajo t'jep një përgjigje, përse mund të lind një pyetje tjetër dhe ne nuk mund të ndjekim komplet bisedën me shkrim, por të gjithë ata që duan të hyjnë në bisedë me telefonat, telefoni është i hapur, por do doja të kuptonim diçka më shumë për pjesën e adoleshentëve në pjesën sociale të komunitetit të tyre, adoleshentët brenda njëri tjetrit. Pra, duke patur parasysh komplet këto që ne diskutuam dhe sa janë prezent me njëri tjetrin, apo thjesht shkëmbejnë këto rrjete sociale, këto lojrat e tyre, emojit me njëri tjetrin. Pra, sa janë, ose komunikimi i adoleshentëve e bllokon ky rrjete sociale, kjo tastiera e kompjuterit e telefonit? Nëse është me mas, nuk e bllokon. Pra, nëse kjo tastiera vendoset në një filtr të caktuar, pra në një mas kohore të caktuar, nuk e bllokon, sepse jep mundësi fëmijës dhe adoleshentit që ta shijojë kohën edhe me moshatarët e vet përballë. Pra, jo virtualisht, por realisht. Pra, jo nëpërmjet ekranit dhe tastierës, por ballë për ballë. Dhe normalisht që ne e dim shumë mirë që kontakti fizik është gjëja më e shëndetshme, sepse prodhon disa hormone që nuk mund t'i prodhoj rrjeti social. Rrjeti social mund të prodhoj dopaminën, e cila është një nga 3 hormonet e lumturisë, që është pjesa e miratimit që ata marrin. Por janë hormonet të tjera të lumturisë, si serotonina, si melatonina, të cilat prodhohen duke
patur kontakt të drejt për drejt, qoftë një përqafim, qoftë një fjalë, qoftë një buzëqeshje, qoftë zëri i dikujt. Pra janë komponent shumë kompleks, por shumë të rëndësishëm për të përjetuar në adoleshencë. Shumë sa. Dhe janë pikërisht, prandaj neve sot shohim prindër të cilët duke mos patur mundësinë e tyre që kanë patur ata në kohën e vet për të socializuar me njëri tjetrin nëpërmjet lojrave jashtë me orë të tëra, sot ata kanë gjetur këtë mënyrë të shëndetshme që janë aktivitetet kulturore, artistike, sportive, që fëmia aty edhe ndërvepron, po edhe mëson disiplinën, po edhe mëson respektin ndaj shokut dhe ndaj vetes. Pra, janë disa aktivitete që e ndihmojnë atë fëmijën në kompleks për të zhvilluar në këtë moshë, qoftë në aspektin social, po edhe në inteligjencën emocionale, duke patur kontakt të drejt për drejt me moshatarët e vet. Doriana, ne si pa kuptuar kemi rreth 1 orë 45 minuta në bashkëbisedim. Dhe ne për këtë temë po të rrim gjithë natën, kemi sa të duash për të thënë, dhe ka shumë për të thënë. Del diçka e re për të folur, e por vërtet. besoj që jemi përpjek të themi diçka. Dhe Po ne këtu do jemi, kështu që kur të ketë pyetje edhe nga dëgjuesit, patjetër që tani do përpiqemi që para se t'u të më thuash një mesazh përfund për dëgjuesit, kam një pyetje direkte unë. Nuk e di, mbas 1 orë 45 minuta bisedë së bashku, kam të drejtë të bëj një ftesë Dorianës për në një emision tjetër, në një herë tjetër, ja kam lënë vendin vetes? Tani, patjetër që me shumë kënaqësi, përderisa 1 orë 45 minuta ikën kaq shpejt, do të thotë që ne na kujton atë shprehjen e Konfucit, që nëse dikush bën atë që do, nuk punon asnjë ditë në jetën e vet. Shumë e bukur. Kush është mesazhi jot për të gjithë ata që na kanë ndjekur dhe diçka për fund? Pari dua t'i falenderoj ata që na ndoqën, shkruajtën, telefonoi zonja, gjithashtu. Ajo që unë dua t'u them është mos u ndjeni keq, sepse nuk ka prindër perfekt, nuk ka njerëz perfekt, gabimet janë për ne dhe për fëmijët që ne po rrisim. Dhe dijeni që çelësi i gjithë shkaje, i lumturisë së fëmijës dhe që të kemi një fëmijë, një qytetar të mirë dhe të lumtur është dashuria që ne japim, dashuria dhe komunikimi. Nuk ka nevojë për shumë shkollë. Pra, inteligjenca emocionale e prindërve më të suksesshëm nuk është gjetur te prindrit akademik. Është gjetur te prindrit të cilët që mund të punonin tokën, mund të bënin artizanat, punë nga më të ndryshme, por që ishin emocionalisht shumë më të fortë se sa shumë tjerë që mund të kishin mbaruar shkolla të tëra. Doriana, unë të falenderoj përzemërsisht për bisedën, për gjithçka që ti u përpoqe të bashkëbisedosh me audiencën tonë. Dhe do shpresoj që do jemi edhe në emisionet e tjera, me temat e tjera dhe me bisedat e tjera. Shumë faleminderit. Falenderoj gjithashtu dhe unë për ftesën dhe urime për emisionin. Shumë faleminderit. Të nderuar miq, kjo ishte biseda me psikologën tonë Doriana Velia, me të cilën përpoqem të flasim pak dhe të themi diçka për fëmijërinë, për adoleshencën, për emocionin, për ankthin, për mënyrën e prindërimit dhe mënyrën e komunikimit të prindërve me fëmijët, me adoleshentët. Unë nuk kërkoj ndjes të gjithë atyre sepse edhe tekniku po më shkruan që ka patur disa telefonata në drejtim të WhatsAppit, por për arsye që telefonatat janë të parregjistruara në WhatsAppin e radios tonë, nuk ka patur mundësi që të hynë në bisedë. Gjithsesi në psikologët do e kemi dhe herët e tjera dhe emisionet e tjera, do kemi mundësi që të flasim dhe të bisedojmë edhe për temat e tjera, pra edhe për tema për të rritur, për tema të ndryshme të psikologjisë së këshillimit,
por në Window Radio do kemi edhe psikolog klinik apo analist të ndryshëm të fushave sociale, ku do përpiqemi që të trajtojmë sa më shumë tema dhe të jemi sa më shumë prezent me njëri tjetrin. Besoj që ka qenë një emision i këndshëm, me aq sa ne kemi patur mundësi të japim informacion apo të flasim, dhe unë duhet t'ju falenderoj përzemërsisht për vëmendjen, për kohën që na dhuruat, dhe shpresoj që kaloni një natë sa më të mirë, dhe nesër mbrëma do jemi me emisionin e radhës Horizont, ku do kemi një të ftuar të veçantë, një arbëresh, Franco Vasto, për cilin do flasim për kulturën, për historinë arbëreshe, do flasim për shumë çka, për shqiptarët arbëresh që janë në Itali, dhe nesër mbrëma do jetë në bashkëmoderim me mua dhe zonja Madiana Nuredini, e cila do na ndihmoj edhe në përkthimin nga italishtja në shqip, sepse zotëria e fliste shqipen, por normalisht të patë parasysh që është një shqipja vjetër, shqipja e hershme që e flasin arbreshët, dhe për ta bërë sa më të qartë emisionin, do na ndihmoj zonja Madiana Nuredini. Atëherë, për të gjithë ata që nuk kanë patur mundësi të ndjekin emisionin sonde, apo kanë dëshirë të ndjekin sërish nesër, ritransmetimi është në orën 13 në Window Radio, pra përmes aplikacioneve Radio Box, TuneIn, Radio Shqip, në website zyrtar windowradio.de. Po ashtu do jetë edhe në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio hapësirë.de. Aty do gjeni emisionin e sondëm dhe emisionet e tjera, por ju mund të bëni subscribe aty në YouTube dhe gjithmonë do ju vinë njoftimet e emisioneve tona. Falenderoj shumë për vëmendjen, do them të gjithëve natën e mirë. Duhet falenderoj përzemërsisht edhe stafin e radiominatorit, me të cilët kemi qenë sonde në një transmetim së bashku, në veçanti Ilir Dobrajn dhe komplet stafin e tij. I urojmë një fundjavë sa më të këndshme dhe sa më të mirë, dhe shumë faleminderit nga vëllezërit Dobraj për suportin dhe mbështetjen që ne na japin si Window Radio. Natën e mirë dhe kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.